Vendimi i gjykatës posaçme për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku bë shkak për përplasje mes mazhorancës dhe opozitës në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Në komisionin për nisma qytetare, nënkryetari demokrat i komisionit Ivi Kaso deklaroi se për çështjen e tunelit të Llogaras duhet ishte vendosur nën akuzë edhe kryeministri Edi Rama. Por kryetari socialist i komisionit Fatmir Xhafa i kujtoi Partisë Demokratike standardet e dyfishta që përdor ndaj SPAK-ut, duke sulmuar kur heton brenda radhëve të saj e duke përshëndetur kur heton mazhorancën. Është një vendimarrje që pavarësisht se nga njëra anë kënaq një pritshmëri të madhe publike që drejtësia të merret dhe të vërë përpara përgjegjësisë penale një person ose një zyrtar të perceptuar gjithsesi si zyrtar më i korruptuar në vend, duhet që kryeministri të merret i pandehur, sepse askush nuk beson që numri 2 i qeverisë, sado guximtar dhe sado fuqiplot të jetë, të bëj këto gjëra, të guxoj të vjedh ditën për diell 50 milionë euro pa bekimin e kryeministrit. Mua më keq që deklaratat tuaja janë deklarata nga pozicioni një prokurori në rastin konkret. Ne jemi këtu, siç thatë ju, për ta respektuar drejtsinë në vendimarrjet e saj dhe për ta mbështetur. Gjithsesi unë konstatoj një gjë shumë pozitive në atë që thatë ju. SPAK-u ju i thoni me emrin e vërtet SPAK, sepse kolegët dhe udhëheqësit tuaj i thonë SKAP. Një ditë më parë, gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vendosi si mas sigurie ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku pezullimin nga detyra dhe marrjen e pasaportës. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku po hetohet nga SPAK-u për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në rastin e ndërtimit të tunelit Llogaras dhe në rastin e ndërtimit të një prej loteve të Unazës së Madhe të Tiranës.